Përshëndetje miqtë e mi, mirë se erdhët në kanalin tim. Meqense kjo është video e parë për vitin 2026, ju uroj një vit të mbar dhe të mrekullueshëm. Dhe një vit i mrekullueshëm dhe i mbar nuk ndodh rastësisht. Ai ndodh me zgjedhje dhe ka vetëm 6 pyetje për t'i bërë vetes për qartësi dhe depërtim të menjëhershëm. Përgjigjet tuaja do t'ju tregojnë se cilët janë hapat e ardhshëm në jetën tuaj. Pra, ndalu për pak dhe bëj vetes këto pyetje. 1. Çfarë më ndodhi dhe më lodhi më shumë në 2025? Jo çfarë shkoi keq për të tjerët, por çfarë të zbraste ty? 2. Cilët ishin momentet e mira dhe nëse ishin të vogla? Sepse shpesh i harrojmë, por aty është forca jonë. 3. Çfarë mësova këtë vit? Jo teorikisht, por në realitet. 4. Çfarë dua të ndaloj së bëri në 2026? Çfarë nuk dua më të marr me vete? 5. Çfarë dua të vazhdoj, sepse jo gjithçka ishte gabim? 6. Dhe pyetja më e rëndësishme. Çfarë dua të filloj, edhe nëse kam frikë? Sepse koha ikën shpejt. Ne jetojmë shpesh sikur do të kemi gjithmonë kohë për më vonë. 2026 nuk ka nevojë për një version perfekt tëndi. Ka nevojë për një version më të vetëdijshëm. Ne jetojmë sikur koha është e pafundme. Punojmë, shtym veten, i shtym dëshirat për më vonë, sikur do të kemi gjithmonë një vit tjetër për t'u marrë me veten, por vitet kalojnë shpejt dhe shpesh nuk na lodh ajo që bëjmë, por fakti që jetojmë në autopilot. Ne vazhdojmë bëjmë gjëra gjatë gjithë kohës pa vetdijen tonë. Kjo video nuk është për të bërë plane perfekte për 2026, është për t'u ndalur, për të parë qartë, sepse një vit i mirë nuk ndodh rastësisht, ndodh nga zgjedhjet që bëjmë çdo ditë. Dhe gjërat e vogla duhet të na bëjnë të lumtur, dhe për këtë ju uroj që të luftoni për ëndrat tuaja dhe mos ndalni. Miru dëgjofshim në videon e radhës.